po ta angon motrën toni, apo ta ankohet motra në herë për to? Unë jam rrit me Tonin, pavarësisht që është burri i motrës, nuk ka ndryshuar as pak. Kemi pas mundësi që gjatë 24 kemi ndoshta edhe diskutime tashpra, ndoshta që t'jem shumë i rrep në stërvitje në raport me majlindin, e mbas 15 minutave ka ardhur me e pa motrën. Ne pash një lidhje të veçantë që e keni me njëri tjetrin në momente që erdh, domethënë shumë ashtu komunikues me njëri tjetrin, shumë të ndotë në senet bashkë, unë e pash që e ki edhe dhëndër në të njëjtën kohë, që është me punu me dikan që e ki edhe familjar në të njëjtën kohë, se të na e ke pa që thojnë me familjar s'bën me përzi për ka puna. Po ja kom fillu me u marrë me qotën në moshën 8 vjeçare, edhe prej fillimit të karrierës e deri në përfundim të karrierës Toni ka qenë trajneri jam, edhe njëkohësisht ka qenë edhe është si brendi i dytë, kështu që nuk është që është martu motra me Tonin edhe ja kom nis me pa Tonin si familjar edhe ka ndruaj raporti që na e kem pas gjithmonë. Unë jam rrit me Tonin, Toni ka qenë pjesë e çdo hapi të jetës tem, kështu që pavarësisht që është burri i motrës nuk ka ndryshuar as pak. Përkundrazi kanjëherë është shumë ma kritik, shumë ma jashpër, kështu që jo mësu me Tonin. Me Tonin është si mendajt jo me prind, se kanjëherë as me prind nuk mëri mendaj qatë shumë, po as po di me një shok shumë të ngosht që ndoshta atë një ma mirë se vete. Sa po ta angon motrën toni, apo ta ankohet motra në herë për to? Ja, nuk ankohet, kanë raport shumë të mirë, se Toni udhëton shumë, dhe për shkak të udhëtimeve të shumta që i ka, nuk është që i bjen me kalu ndoshta shumë kohë në shtëpi me motrën ose edhe me fëmijët, se i kanë 4 fëmijë bashkë, e Toni edhe me gru të parë ka pas një vajzë, kështu që total janë 5, mirë, po motra nuk ankohet asnjëherë, kështu që e kanë një raport me ju marrë lakmi. Super. Qysh është me punu me majlindën, pra? Tu e ditë që e ki në të njëjtën kohë motër të grus, edhe me punu me to, qysh është për ty? A rruhesh me naj moment ashtu që me bu me i tho majlindës, a i sen me bu majlinda nervoz, ankohet anej? Në fakt, raportin e kryum mes meje si trener dhe majlindës si nxanë se e kemi të rënjosur qysh prej fillimit kur ka fillu majlinda me stërvit, atër edhe s'kom qenë i martu me motrën e majlindës. Kështu që të them drejten i kemi të nda me shumë sendet profesionale prej atyre familjare, na munde me pas gjatë një stërvitje, ose kemi pas, e tash majlindin e kom kolege, kemi pas mundësi që gjatë një stërvitje të kemi ndoshta edhe diskutime tashpra, ndoshta që t'jem shumë i rrep në stërvitje në raport me majlindin, e mbas 15 minutave ka ardhur me e pa motrën edhe na aty kemi qëndru normalisht krejt ndryshe si familjar, kështu që e kemi arrit me e bo qëtë ndarje, e kemi arrit me e bo qëtë kufi, një kufi që është shumë i rëndësishëm për me funksionu profesionalisht. Ky raport është shumë i veçantë me majlindën, njëjtë e kom një raport veçantë tash edhe me fëmijët e mi që po merren me sport, edhe une kur ju bërtas në stërvitje, ose kur kur kërkoj pak ma shumë disiplin, ata ka pak ju mbet hatri, edhe une t'ju këthy prej stërvitjes në shpejë, thëmë qëre, kjo nuk është personali, kjo s'ka të bëj me ju, po ka të bëj me mënyrën që shu për stërvitni. Kështu që na me majlindën e kemi bo qatë ndarje, që ajo që ka e kemi në fushën profesionale e kemi lanë aty, e këndej mandej vazhdojmë në një jetë normale, në një jetë e cila është i përket asaj pjesës familjare.